Komisioni i disiplinës pranë Federatës Shqiptare të Futbollit ka marrë masa të ashpra ndaj mbrojtësit të Vllaznisë Erdenis Gurishta pas incidentit të ndodhur në fundin e sfidës ndaj Egnatias në Final Four. Numri 2 i kuqebluve është dënuar me 6 ndeshje e pezullim për goditjen ndaj Albano Aleksit në një moment tensioni që shpërtheu menjëherë pas golit të dytë të Egnatias. Sipas pamjeve, kapiteni Rogozhinas festoi pranë pankinës së Vllaznisë, duke provokuar futbollistët dhe stafin shkodran, ndërsa reagimi i Gurishtës solli më pas përplasjen mes palëve. Për incidentin në fjalë, arbitri Enea Jorgji ndërshkoi me karton të kuq sigurisht ashtu edhe Aleksin, por vendimi i disiplinës ka sjellë polemika të shumta, pasi ndaj futbollistit të Egnatias nuk është marrë asnjë masë shtesë. Kjo ka shtuar edhe më shumë debate në opinionin sportiv, duke qenë se Aleksi ka qenë edhe më herët protagonist i rasteve të ngjashme disiplinore dhe provokimeve ndaj tifozëve kundërshtar. Më herët gjatë këtij sezoni ai ishte pezulluar nga disiplina pikërisht për provokim të spektatorëve, por kjo nuk është ndalur vetëm te dënimi i Gurishtës. Komisioni ka gjobitur edhe klubin e Vllaznisë me 100.000 lekë të rinj për sjellje të gabuar të tifozëve, konkretisht për hedhje sendësh në fushën e lojës dhe përdorim të korreve fyese ndaj futbollistëve të Egnatias. Një tjetër goditje e rëndë kjo për skuadrën shkodrane në një moment delikat të sezonit.